Takimi i fundit ndërmjet kryeministrit Hristijan Mickovski dhe liderit të LSDM-s Venko Filipçe, ku dakorduan të bashkëpunojnë për çështje me interes të përbashkët, dërgoi një mesazh të fortë për Partisë Shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ata treguan se kur ekziston vullnet politik dhe interes i përbashkët, bashkëpunimi është i mundur edhe mes kundërshtarëve politik. Mickovski dhe Filipçe publikisht demonstruan gatishmërinë për të mbrojtur sistemin politik që në thelb shërben interesave të komunitetit maqedonas, duke bashkëpunuar sa herë që këta interesa rrezikohen. Ky është një mësim i drejt për partitë shqiptare, të cilat edhe pas 34 vitesh pluralizëm politik, nuk kanë arritur të mësojnë nga gabimet e së kaluarës, duke dështuar të bashkërendojnë veprimet në funksion të interesit kolektiv shqiptar. Shqiptarët e kanë paguar shumë shtrenjtë këtë mungesë pjekurie politike. Partitë e tyre ende nuk e kanë arritur të formulojnë qartë interesat politike të shqiptarëve dhe as të ndërtojnë një mekanizëm efektiv bashkëpunimi për realizimin e tyre. Në vend të dialogut dhe të koordinimit, partitë shqiptare kanë zgjedhur rrugën e përçarjeve dhe përplasjeve të kota, shpesh të ushqyera edhe nga establishmenti shtetëror maqedonas për interesat të veta nacionaliste. Kjo ka kontribuar që Maqedonia e Veriut të jetë sot një shtet me demokraci hibride, me mungesë të sundimit të ligjit, me korrupsion të thellë dhe me një atmosferë të hapur anti-shqiptare dhe anti-europiane. Pa aftësia për të bashkëpunuar është një dukuri që e ndjek politikën shqiptare që nga fillimi i pluralizmit. PPD-ja, partia e parë shqiptare, u nda në dy krah vetëm 2 vjet pas themelimit. Njëra që përkrahte bashkëpunimin me partitë maqedonase edhe përballë diskriminimit të ekstrem dhe tjetri që kërkonte një qasje më të ashpër. Krahu i moderuar përdori të gjitha mjetet, legjitime dhe jo, për të luftuar PDSH-n e Arben Xhaferit. Pas ndryshimit të pushtetit në vitin 1998, PDSH shfrytëzoi fuqinë për të shkatruar PPD-n, duke shkatruar në të njëjtën kohë edhe vetveten përmes arrogancës dhe mungesës së vizionit. Kjo krijoi parakushte për konfliktin e armatosur të vitit 2001, një kryengritje jo vetëm kundër sistemit, por edhe kundër një partie shqiptare që kishte bërë përparim të konsiderueshëm për çështjen shqiptare. Gabimi u përsërit më vonë nga BDI-ja, e cila jo vetëm që luftoi me ashpërsi opozitën shqiptare, por përdori edhe metoda jo demokratike për fshirë instrumentalizimin e strukturave të sigurisë. Të gjithë i kujtojmë përgjimet famkeqe të Musa Xhaferit, ku përgjonte një deputet të opozitës dhe diskutonte për çarjen e familjes së tij. Sot përplasja mes koalicionit qeveritar Vlen dhe BDI ngre pyetjen thelbësore: a do të vazhdojë kjo traditë vetë shkatruese apo do të nxjerrin mësim nga përvoja e hidhur? A do të arrijnë partitë shqiptare të komunikojnë dhe bashkëpunojnë për çështje madhore kombëtare mbi baza të qarta? Liderët e Vlenit duhet të kuptojnë se demokracia nuk është maratonin individuale, por vrapim me stafetë, ku suksesi nuk varet vetëm nga këmbët e shpejta të atletëve, por edhe nga aftësia për të bartur stafetën nga njëri te tjetri. Është fakt se mënyra e papërgjegjshme e ushtrimit të pushtetit nga BDI-ja ka dëmtuar rënd interesat shqiptare. Por historia ka treguar se kur një parti shqiptare përqendrohet në eliminimin e opozitës, në fund shkatron vetveten. A do të tregoj koalicioni Vlen më shumë mençuri se sa PPD, PDSH dhe BDI? Kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e qartë: përçarjet e vazhdueshme mes partive shqiptare përkthehen në përfitime për partitë maqedonase, ndërsa çmimin e paguajnë gjithmonë shqiptarët.